Data 9 prill. Levitiku, kapitulli 13. Dhe Zoti I foli Mojsiut dhe Aronit duke thënë: Kur një njeri ka mbi lëkurën e trupit të tij një endje apo një kore, ose një njollë të shndritshme, dhe bëhet mbi lëkurën e trupit të tij një shenjë plagës e lebrës, ai do t'i çohet priftit Aron apo njërit prej bijve të tij priftërinj. Prifti do ta shqyrtojë plagën mbi lëkurën e trupit. Në qoftë se qimja e plagës është bërë e bardhë dhe plaga duket më e thellë se lëkura e trupit, kemi të bëjmë me plagë të lebrës. Prifti pasi ta shqyrtoi, do ta shpallë të papastër atë njeri. Por në qoftë se njolla e shndritshme mbi lëkurën e trupit është e bardhë dhe nuk duket se është më e thellë se lëkura, dhe qimja e saj nuk është bërë e bardhë, prifti do ta izolojë për 7 ditë atë që ka plagën. Ditën e 7, prifti do ta ekzaminojë përsëri. Dhe në qoftë se plaga duket se është ndalur dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, prifti do ta izolojë edhe 7 ditë të tjera. Prifti do ta shqyrtojë përsëri ditën e 7, dhe po të shikojë që plaga është zvogluar dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të pastër. Ishte vetëm një puqër me qelb. Ai do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë I pastër. Por në rast se puqëra është zgjeruar mbi lëkurën pasi ai u paraqit priftit për të shpallur I pastër, ai do të kontrollohet përsëri nga prifti. Prifti do ta kontrollojë, dhe në rast se shikon që puqëra është zgjeruar mbi lëkurë, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është lebër. Kur te një njeri shfaqet një plagë e lebrës, ai do t'i çohet priftit. Prifti do ta ekzaminojë, dhe në qoftë se ëndja mbi lëkurë është e bardhë dhe ka zmadhuar qimen dhe në ëndje ka pak mish të gjallë, kemi një lebër kronike mbi lëkurën e trupit të tij dhe prifti do ta shpallë atë të papastër. Nuk do ta izolojë, sepse është I papastër. Por në qoftë se lebra përhapet edhe më mbi lëkurë në mënyrë që të mbulojë tërë lëkurën e atij që ka plagën, nga koka deri te këmbët, kudo që shikon prifti, prifti do ta kontrollojë. Dhe në qoftë se lebra ka mbuluar tërë trupin e tij, do ta shpallë të pastër atë që ka plagën. Është bërë tëri I bardhë, pra është I pastër. Por ditën që do të dalë mbi të mish I gjallë, ai do të shpallet I papastër. Kur prifti ka për të parë mishin e gjallë, do ta shpallë atë të papastër. Mishi I gjallë është I papastër. Është lebër. Por në rast se mishi I gjallë ndryshon përsëri dhe bëhet I bardhë, ai duhet të shkojë te prifti. Dhe prifti do ta kontrollojë. Dhe në qoftë se plaga është bërë e bardhë, prifti do të shpallë të pastër atë që ka plagën. Ai është I pastër. Kur mbi lëkurën e trupit zhvillohet një ulçer, dhe ajo është shëruar, dhe në vendin e ulçerës formohet një endje e bardhë ose një njollë e shndritshme e bardhë kuqalashe, ajo duhet t'i tregohet priftit. Prifti do ta ekzaminojë. Në qoftë se njolla duket më e thellë se lëkura dhe qimja e saj është bërë e bardhë, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është plagë lebre që ka shpërthyer në ulçer. Por në rast se prifti, duke ekzaminuar sheh që në njollë nuk ka qime të bardha dhe që ajo nuk është më e thellë se lëkura dhe është paksuar, ai do ta izolojë 7 ditë. Në rast se njolla zgjerohet mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër. Është një plagë lebre. Por në rast se njolla ka mbetur në vend dhe nuk është zgjeruar, ajo është mbresë e ulçerës dhe prifti do ta shpallë të pastër. Në rast se dikush pëson mbi lëkurën e tij një djegje të shkaktuar nga zjarri, dhe mishi I gjallë I djegjes bëhet një njollë e shndritshme e bardhë kuqalashe ose e bardhë, prifti do ta shqyrtojë. Dhe në qoftë se qimja e njollës është bërë e bardhë dhe njolla duket më e thellë se lëkura, është lebër që ka shpërthyer në djegjen. Prifti do ta shpallë të papastër. Është plagë lebre. Por në rast se prifti duke shqyrtuar sheh që nuk ka qime të bardhë në njollë dhe që ajo nuk është më e thellë se lëkura, por është paksuar, prifti do ta izolojë atë njeri 7 ditë. Ditën e 7, prifti do ta kontrollojë dhe në qoftë se njolla është përhapur dhe më mbi lëkurë, prifti do ta shpallë të papastër. Është plagë lebre. Në qoftë se njolla e shndritshme ka mbetur përkundrazi në të njëjtin vend dhe nuk është përhapur mbi lëkurë, por është paksuar, është një endje shkaktuar nga djegja. Prifti do ta shpallë të pastër sepse është mbresa e djegjes. Kur një burr apo një grua ka një plagë në kokë apo në mjekër, prifti do ta ekzaminojë plagën. Në rast se duket më e thellë se lëkura dhe në të ka qime të verdha dhe të holla, prifti do ta shpallë atë të papastër. Është qere,
dhe më thënë lebër e kokës apo e mjekrës. Në qoftë se përkundrazi, prifti shqyrton plagën e qeres dhe kjo nuk duket më e thellë se lëkura dhe në të nuk ka shimet e zeza, prifti do ta izoloj 7 ditë atë që ka plagën e qeres. Ditën e 7, prifti do ta kontrolloj plagën dhe po të jetë se qerja nuk është përhapur dhe nuk ka në të shimet e verdha dhe qerja nuk duket më e thellë se lëkura, ai person do të rruhet, por nuk do të ruaj pjesën e prekur nga qerja, dhe prifti do ta izoloj 7 ditë të tjera atë që ka qeren. Ditën e 7, prifti do të kontrolloj qeren, dhe në qoftë se qerja nuk është përhapur mbi lëkurë dhe nuk duket më e thellë se lëkura, prifti do ta shpallë të pastër. Ai do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i pastër. Por në qoftë se, pasi është shpallur i pastër, qerja është përhapur mbi lëkurë, prifti do ta kontrollojë atë. Në qoftë se qerja është përhapur mbi lëkurë, prifti nuk duhet të kërkojë shimen e verdhë. Ai është i papastër. Por në qoftë se qerja duket se është ndaluar dhe në të janë rritur shimet e zeza, qerja është shëruar. Ai është i pastër dhe prifti do ta shpallë të pastër. Në rast se një burr apo një grua ka mbi lëkurën e trupit të tij njolla të shëndritshme, veçanërisht njolla të shëndritshme bardhoshe, prifti do t'i shqyrtojë, dhe në qoftë se njollat e shëndritshme mbi lëkurën e trupit të tyre ka një ngjyrë të bardhë të zbet, është një erupcion i lëkurës. Ai është i pastër. Në rast se një njeriu i bien flokët e kokës, është tullac, por është i pastër. Në rast se i bien flokët mbi ball, është tullac mbi ball, por i pastër. Por në rast se në pjesën tullacet të kokës ose të ballit shfaqet një plagë e bardhë kuqalashe, është lebër, që ka shpërthyer mbi kokë apo mbi ball. Prifti do ta shqyrtojë, dhe në qoftë se enjtja e plagës mbi pjesën tullacet të kokës apo të ballit është e bardhë kuqalashe, një lloj si lebra mbi lëkurën e trupit, është lebroz, është i papastër dhe prifti do ta shpallë atë të papastër për shkak të plagës mbi kokën e tij. Lebrozi i prekur nga kjo plagë do të veshë rrobat e grisura dhe do ta mbajë kokën të zbuluar, do të mbulojë mjekrën e tij dhe do të bërtas, papastër, papastër. Do të jetë i papastër tërë kohën që do të ketë plagën. Është i papastër, do të jetojë vetëm, do të banojë jashtë kampit. Në qoftë se ka një plagë lebre mbi një palë rroba, qoftë rrobë leshi apo një rrobë liri, një stof o një punë me shtiza prej liri ose leshi, në lëkurë apo në çfarëdo sendi prej lëkure, nëse plaga është e gjelbëruar ose kuqalashe mbi rrobat apo mbi lëkurën, mbi stofin ose mbi punën e bërë me shtiza ose mbi çfarëdo tjetër sendi të punuar me lëkurë, është plagë lebre dhe do t'i tregohet priftit. Prifti do të shqyrtojë plagën dhe do të izolojë 7 ditë atë që ka plagën. Ditën e 7 do të ekzaminojë plagën, dhe në qoftë se plaga është përhapur mbi rrobat, o mbi stofën, o mbi trikotazhin, o mbi lëkurën apo mbi çfarëdo sendi të punuar me lëkurë, është një plagë lebre e keqe, është një gjë e papastër. Ai do t'i djegë këto rroba o stofin ose trikotazhin prej leshja, prej liri ose çfarëdo sendi të bërë me lëkurë mbi të cilin ndodhet plaga, sepse është një lebër e keqe. Do të digjen në zjarr. Por në rast se prifti ekzaminon plagën dhe kjo nuk është përhapur mbi rrobat o mbi stofin o mbi trikotazhin ose mbi çdo send prej lëkure, prifti do të urdhërojë që të lahet sendi mbi të cilin është kjo plagë dhe do ta izolojë personin për 7 ditë të tjera. Prifti do ta ekzaminojë plagën pasi të jetë larë. Në qoftë se plaga nuk ka ndryshuar ngjyrë, edhe sikur të mos jetë përhapur, është gjë e papastër. Do ta djegësh në zjarr, ajo vazhdon të hajë nga brenda apo nga jashtë. Në qoftë se prifti e ekzaminon dhe plaga pasi është larë është përmirësuar, do ta shkul nga rrobat, a nga lëkura, a nga stofi apo nga trikotazhi. Por në rast se duket ende mbi rrobat, mbi stofën, mbi trikotazhin ose mbi çdo send tjetër prej lëkure, është një e keqe që po përhapet. Do të djegësh me zjarr sendin mbi të cilin ndodhet plaga. Rrobat, o stofi, o trikotazhi, ose çdo send tjetër i bërë me lëkurë që ke larë dhe nga i cili është zhdukur plaga, do të lahet një herë të dytë dhe do të jetë i pastër. Ky është ligji për plagën e lebrës mbi një palë rroba, leshi ose prej liri, mbi stofën apo trikotazh ose çfarëdo sendi të bërë prej lëkure, për ta shpallur të pastër apo për ta shpallur të papastër. Psalmi 15. O Zot, kush do të banojë në çadrën tënde? Kush do të banojë në malin tënd të shenjtë? Ai që ecën me ndershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thot të vërtetën që ka në zemër, që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij
dhe nuk shpif të afërmin e tij. Në sytë e tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai nderon ata që kanë frikë nga Zoti. Edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, ai nuk tërhiqet. Nuk i jep paratë e tij me kamat dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë. Psalmi 16. Më mbro o Perëndi, sepse unë po kërkoj stret e ti. I thash Zotit, ti je Zoti im, nuk kam asnjë të mirë veç teje. Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë. Dhëmbjet e atyre që turren pas perëndive të tjera do të shumëzohen. Unë nuk do t'i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptoj me buzët e mia emrat e tyre. Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime. Ti o Zot, ruaje fort ata që më ka rënë në short. Mua fati më ka rënë në vendet e këndshme. Po, një trashëgimi e bukur më ka rënë. Unë do të bekoj Zotin që më këshillon, zemra ime më mëson edhe natën. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rri në të djathën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazëllon për lavdinë e trashëgimisë sime. Edhe mishi im do të qëndrojë tër besim dhe në siguri, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh korruptimin. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Fjalët e urta, kapitulli 27. Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjellë një ditë. Le të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një i huaj dhe jo buzët e tua. Guri peshon dhe rëra është e rëndë, por zemërimi i budallait peshon më tepër se të dyja bashk. Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Më mirë një qortim i hapur se një dashuri e fshehur. Besnike janë plagët e një shoku dhe të rreme të puthurat e një armiku. Kush është i ngopur, përçmon huallin e mjaltit, por për ata që ka uri çdo gjë e hidhur është e ëmbël. Si zogu që endet larg folesit të tij, kështu është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. Vaj dhe parfumi gëzojnë zemrën. Kështu bën ëmbëlsia e një shoku me këshillat e tij të përzemërta. Mos e braktis mikun tënd, as mikun e atit tënd, dhe mos shko në shtëpinë e vëllait tënd ditën e fatkeqësisë sate. Është më mirë një që banon afër se sa një vëlla larg. Biri im, i urt dhe gëzo zemrën time. Kështu do të mund t'i përgjigjem atij që përflet kundër meje. Njeriu mendje mpret, e shikon të keqen dhe fshihet, por naivët shkojnë tutje dhe ndërshkohen. Merr rrobën e atij që është bërë garant për një të huaj dhe mbaje si peng për gruan e huaj. Ai që bekon të afërmin e tij me zë të lartë në mëngjes herët, do t'ja zënë si mallkim. Pikëllimi i vazhdueshëm në një ditë shiu të madh dhe një grua grindavece i ngjasin njëra tjetrës. Kush arrin ta përmbaj, mban erën dhe zë vajin me dorën e tij të djathtë. Hekurin për hekurin, kështu njeriu mpre fytyrën e shokut të tij. Kush kujdeset për fikun, do të haj frutin e tij, dhe ai që i shërben Zotit të tij, do të nderohet. Ashtu si në ujë fytyra pasqyron fytyrën, kështu zemra e njeriut e tregon njeriun. Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur, dhe të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve. Poqja është për argjendin dhe furra për arin, kështu njeriu provohet nga lëvdata që merr. Edhe si kur ta shtypje budallan në një havan bashk me grur me dygeqin e tij, budallallëku nuk do të largohej prej tij. Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetet tua, sepse pasurit nuk zgjatin për herë dhe as një kuror nuk vazhdon brez pas brezi. Kur merret bari i thatë dhe del bari i njom dhe mblidhet forazhi i maleve, qëngja do të furnizojnë rrobat e tua, cjept çmimin e një are, dhe dhit mjaft qumësht për ushqimin tënd, për ushqimin e shtëpisë sate dhe për të mbajtur shërbëtoret e tua. 2 e Thesalonikasve, kapitulli i parë. Pali dhe Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndin, Atin ton dhe në Zotin Jezu Krisht.
Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Ne kemi për detyrë ta falenderojmë gjithnjë Perëndin për ju o vëllezër, sikurse është e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit prej jush për njëri tjetrin po shtohet. Kështu që ne vetë mburremi me ju në kishat e Perëndis, për durimin tuaj dhe për besimin në të gjitha përndjekjet dhe shtrëngimet që po hiqni. Ky është një tregues i gjyqit të drejtë të Perëndis, që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Perëndis për të cilën edhe vuajni, sepse është e drejtë përpara Perëndis të kthehet shtrëngimi atyre që po ju shtrëngojnë, kurse juve që shtrëngoheni të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezus Krisht të zbulohet nga qielli me ëngjët e fuqisë së tij në flak zjarri për të hakmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së tij kur ai të vijë atë ditë të marrë lavdinë ndër shenjtorët e vet dhe të admirohet ndër të gjithë ata që besojnë, sepse dëshmia jon u besua te ju. Për këtë në gjithnjë po lutemi për ju, që Perëndia ynë t'ju quajë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbush çdo pëlqim të mirësisë së tij edhe veprën e besimit me fuqi, që të lëvdohet emri i Zotit ton Jezu Krisht në ju dhe ju në të, sipas hirit të Perëndisë son dhe të Zotit Jezu Krisht.